Gruaja mendoi se më në fund po priste një fëmijë dhe ëndra e saj do të bëhej realitet. Megjithatë, ajo nuk mund të imagjinonte se çfarë kishte në stomak. Kur mjekët zbuluan çfarë ishte, të gjithë mbetën të tronditur. Dhe personazhi kryesor do të na tregoj këtë histori. Shijoni shikimin tuaj. Përshëndetje, unë quhem Jessica. Jam 35 vjeçe dhe punoj si avokate në një firmë të madhe dhe të njohur në qytetin tim. Jam një grua e fortë dhe e pavarur, por gjithashtu më pëlqen të argëtohem me miqtë e mi. Burri im John është një njeri i mirë dhe i kujdesshëm. Ai është 37 vjeç dhe punon si mësues historie në një shkollë publike. Ai është shumë i përkushtuar ndaj punës së tij dhe kujdeset thellësisht për nxënësit e tij. Johnny dhe unë u takuam në universitet dhe filluam të dilim së shpejti pas kësaj. Ne gjithmonë gjenim kohë për të bërë gjëra së bashku, si për shembull ecje, shkuarje në kinema ose thjesht të qëndronim në shtëpi duke parë një film. Por që kur u martova me Johnin, ëndërroja të bëhesha nën. Gjithmonë imagjinoja si do të ishte të mbaja fëmijën tim në krah, të kujdesesha për të, ta mësoja të ecte, të fliste, të dashuronte. Gjithmonë e dija që doja të kisha fëmijë, por për arsye të ndryshme, kjo ishte ende e pamundur. Së pari ne ishim shumë të fokusuar në punën tonë, po ndërtoja karrierën time si avokate, ndërsa Johnny ishte i përkushtuar për të zhvilluar metodologjinë mësimore. Donim të arrinim stabilitet financiar, përpara se të fillonim një familje, por koha kaloi dhe përfunduam duke lënë mënjan këtë ëndër. Përveç kësaj, kishim disa probleme shëndetësore. Unë kisha endometriozë, e cila më kishte penguar të mbetesha shtatzënë për një kohë të gjatë, dhe kjo më tronditi shumë. Ndihesha e papërshtatshme, por pavarësisht të gjitha këtyre frikave dhe pasigurive, nuk hoqe dorë kur nga ëndra ime. Kur kuptova që cikli im menstrual ishte vonuar dhe fillova të ndihesha me të përziera, kisha ndjenja të përziera. A do të bëhem më në fund nën? Mendimi për të qenë shtatzën ishte një ëndër që bëhej realitet dhe vendosa të befasoja burrin tim. E zbukurova dhomën me tollumbace, postera dhe parulla shumë ngjyrëshe. Johnny hyri në shtëpi dhe menjëherë vuri re situatën. Sytë e tij menjëherë u zgjeruan kur pa një poster ku shkruaj: "Jam shtatzën." Në atë moment të ndjeva një lumturi të papërshkrueshme. Ky ishte përmbushja e ëndrrës sonë më të madhe dhe do të ishte fillimi një faze të re në jetën tona. Johnny dhe unë u përqafuam dhe qanë. Pastaj filluam të planifikonim dhe të diskutonim se si do të ishte jeta jonë me fëmijën tonë të vogël. Madje bleva disa rroba për fëmijë dhe filluam të zbukuronim dhomën e vogël. Vura re që barku im po fillonte të formohej, kështu që bleva disa fustane të bukura për shtatzani. Ndiheshe mrekullueshme. Derisa Johnny dhe unë shkuam në një vizitë për të parë nëse gjithçka ishte në rregull me fëmijën. Por kur mjeku më shikoi, gjithçka ndryshoi. U përpoqe të qëndroje e qetë ndërsa ai vazhdonte të më kontrollonte stomakun. Atëherë ai tha: "Ka diçka serioze këtu." Në ato moment zemra ime filloi të rrihte më shpejt dhe u tunda nga frika. Mjeku urdhëroi disa analiza dhe më tha të prisja rezultatet. Ndërsa prisja, mendimet më vraponin nga njëra anë në tjetrën. Po konsideroja të gjitha opsionet e mundshme, duke pyetur veten se çfarë mund të ndodhte me fëmijën tim. Kur mjeku më në fund u kthye në dhomë, tha: "Nuk kam një mënyrë më të mirë për ta thënë këtë. Por Jessica, ti nuk je shtatzën." Dhe para se të mund të pyesja pse po ndjeja të gjitha simptomat e shtatzanisë, ai vazhdoi: "Ti ke një lipom 1 kilogramshe në stomak." Nuk po kuptoja si mund të ndodhte kjo, si nuk kisha vënë re asgjë më parë. As nuk dija çfarë ishte një lipom. Ndjeva një lëmsh në fyt, ndërsa mjeku shpjegonte se ishte një tumor yndyror i mirë, por shumë i madh dhe duhej hequr menjëherë. U trondita. Pra, nuk kishte kur një fëmijë aty? Pyete e pabesueshme. Mjeku e konfirmoi. Qava aq shumë sa nuk u mbaj mend më që isha ende në spital. Të gjithë më shikonin, por nuk më interesonte. Doja vetëm të futesha në krahat e burrit tim dhe të zhdukesha. Operacioni për heqjen e tumorit u caktua në fundin e muajit dhe çdo ditë e këtij muaji ishte një torturë e vërtet. Thjesht humba dëshirën për të jetuar, vetëm qëndroja shtrirë në krevat, duke përqafuar jastëkun dhe duke qarë pa pushim. Burri im përpiqej të më ngrinte humorin, edhe pse ai gjithashtu po vuante, por nuk i kushtoja vëmendje.
Shikoja dhomën e vogël që kishim përgatitur për fëmijën tonë të supozuar dhe shpërtheva në lot. Ula aty duke parë djepin. Qava derisa buri më gjeti aty dhe me kujdes më largoi prej andej. Kaluan ditë, pastaj javë dhe së shpejti u afrua data e operacionit. Disa ditë para operacionit shkova në shtrat shumë e shqetësuar. Pastaj pata një ëndër që ndryshoi gjithçka. Një ëndër e pash veten duke mbajtur një fëmijë në krahët e mi dhe Gjoni më përqafoi duke thënë: "Gjithçka është në rregull tani e dashura ime. E bëm. Më në fund jemi një familje." Pastaj u zgjova. Kjo më dha frym dhe më riktheu në realitet. Nuk mund të lejoja një lipom të më sundonte jetën. Atëherë vendosa që do të bëja operacionin dhe më pas do të bëja gjithçka të mundshme për të mbetur shtatzën. Gjatë operacionit Gjoni më mbante dorën dhe më thoshte se gjithçka do të shkonte mirë. Por duke qenë se dukej se asgjë në jetën time nuk mund të shkonte si zakonisht, një kthesë e papritur përsëri më vendosi në një udhkryq. Gjatë operacionit mjekët zbuluan diçka krejtësisht të papritur. Përveç tumorit, unë kisha një fetus që po zhvilloi në mënyrë jo normale për shkak të lipomës. Duket se tumori kishte arritur aq shumë sa po ushtronte presion mbi mua dhe po ndërhynte në rritjen e fëmijës tim. Meqense se anestezia ishte vetëm lokale, isha ende e vetëdijshme. Edhe mjekët ishin të tronditur dhe duhej të merrnin një vendim të shpejtë. Ata thanë se ekzistonte një rrezik i madh që diçka fatale mund të ndodhte fëmijës nëse operacioni vazhdonte, pasi fëmia po zhvilloi pothuajse ngjitur me tumorin, ku nuk kishte hapësirë për të rritur. Mjekët gjithashtu thanë se ishte një fetus i shëndetshëm, pavarësisht nga vendndodhja e tij. Megjithatë, nëse ata ndalonin operacionin, tani për të tentuar të shpëtonin fetusin, kjo mund të vinte në rrezik jetën time. Qava me lot në sy, pa ditur çfarë të bëja. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk mund të besoja që kishte një fëmijë të vërtet në barkun tim dhe tani, brenda pak minutash, jeta ime dhe jeta e fëmijës tani ishte në rrezik. Gjoni më shikoi i dëshpëruar. Ai nuk donte që unë të rrezikoja, por gjithashtu ishte i paralizuar nga mendimi që ne mund të kishim një fëmijë nëse nuk vazhdonin me heqjen e tumorit. Por atëherë unë thjesht i luta mjekët të bënin gjithçka që ishte e mundur për të shpëtuar fëmijën tim, edhe nëse kjo do të më kushtonte jetën. Ata duhej të merrnin një vendim të vështirë. Mjekët vlerësuan situatën dhe vendosën të ishte e nevojshme të hiqej lipoma në mënyrë që fetusi të mund të rritej normalisht, por pavarësisht rrezikut, ata do të përpiqeshin të shpëtonin fetusin gjatë operacionit. Ndjeva një përzierje lehtësimi dhe tmerri njëkohësisht. Gjoni filloi të qante dhe unë qava me të. Nuk e dija nëse ishte një lamtumir apo një festim. Pastaj më dhan anestezion të përgjithshëm, sepse operacioni premtonte të ishte i vështirë. Gjithçka u zhduk dhe nuk pash më asgjë. Kur u zgjova disa orë më vonë, ishe e hutuar dhe ndjeva dhimbje. Gjoni më pas më tha se mjekët kishin kryer me kujdes dhe me aftësi një operacion jashtëzakonisht të ndërlikuar dhe se kishin arritur të hiqnin lipomën me sukses. Por ishte ende e herët për të thënë faleminderit, sepse kur pash shprehjen në fytyrën e burrit tim, zemra filloi të më rrihte më shpejt dhe rash përsëri në dëshpërim. I dashur, ku është fëmia ynë? E pyeta duke parë barkun tim që ishte plotësisht bosh. Por përpara se ai të mund të përgjigjej, mjekët hynë në dhomë dhe më në fund dëgjova lajmin. Fëmia nuk mbijetoi. Qava pa ngushëllim, nuk dija si të vazhdoja pas gjithë kësaj vuajtje. Gjithçka që doja ishte të bëhesha nën, dhe tani kjo mundësi më ishte marrë për herë të dytë. Gjoni dhe unë qam shumë. Ne u përqafuam dhe pastaj qam përsëri. Me kalimin e kohës buri im u përpoq të më ndihmonte sa më shumë që mundej. Ishte e vështirë, por fillova të rimëkëmbesha. Fillova të bëja gjëra që më pëlqenin, u afrova më shumë me miqtë e mi dhe fillova të shihja drejt së ardhmës përsëri. Dhe ishte në atë të ardhme që pash një rrezë drite. Mbeta përsëri shtatzën dhe gëzimi që ndjeva ishte i paparashikueshëm. E dija që frika ende nuk kishte ikur, por ishe e vendosur të ishe e lumtur dhe të silja në jetë fëmijën tim në shëndet të plotë. Gjatë gjithë shtatzanisë sime, Gjoni ishte gjithmonë pranë meje dhe ishim shumë të emocionuar përsëri. Ishte një copës e zemrës sime që më kishte lënë pas humbjes së fëmijës së parë, ishte rikthyer tek unë. Dhe kështu më në fund të solla në jetë djalin tim Steven. Ishte një ndjenjë e papërshkrueshme, ishe e mbushur me frikë dhe ankth, por kur e ndëgjova të qante për herë të parë, e dija që ja vlente gjithçka.
Duke shtrirë mbi gjoksin tim, Gjoni më përqafoi dhe tha disa fjalë që mendova se i kisha ndëgjuar tashmë. Gjithçka është në rregull tani, e dashura ime, e bëm, më në fund jemi një familje. Që nga ai moment, jeta jonë ndryshoi plotësisht. Sigurisht, kaluam shumë net pa gjumë duke ndëruar pelena dhe duke u kujdesur për djalin ton, por kur më parë nuk kishim qenë kaq të lumtur. Sot duke parë pas, kujtoj se gjithë ajo dhimbje dhe vuajtje ia vletën. Mësova se jeta është të plotë ngritje dhe ulje, por dashuria gjithmonë poshtë të gjitha. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutem na tregoni në komentet tuaja dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqeni dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.